Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit dhe për të komentuar, për të analizuar atë se çfarë po ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Tani ne nuk mund të themi që Matteo Bori nuk është një banor i thjeshtë, është një lojtar me të gjitha format. Një diskutim po ndodhen në verandë me Mirin dhe me Mateon. Në fakt ishte një diskutim që po ndodhte mes Mateos edhe Juelës, por përfshirja e Mirit në këtë diskutim nxori ca fjalë që asnjë nga banorët nuk ka patur guximin t'ia thot Mirit, edhe nëse i ka menduar këto fjalë. Unë ju pata thënë në një analizë që kam bërë ditë më parë që videon të cilën e publikoi produksioni me të drejtë apo pa të drejtë kundër drejt Mirit duke treguar një bisedë që Miri ka bërë në dhomën e rrëfimit, do me thënë kot nuk quhet dhoma e rrëfimit, do me thënë bisedat prej aty nuk duhet të dalin, sidomos këto që janë tepër private. E solli situatën që sot Mateo ta vej Mirin me duar për muri dhe Miri të mos mundet dot që të arsyetohet, të mos mundet dot që të ketë argumente të forta edhe ta godet ashpër Mateon për atë se çfarë Mateo thot. Tani banorët janë, janë adresuar tek videoja që kanë parë. Dhe në këtë rast, Mateo e pa një video ku Miri duke qartazi që është duke shprehur ndjenja dashurie për Selin. Do me thënë, nuk janë aty ndjenja njerëzore, nuk janë aty ndjenja shoqërore, sa të duan ta fshehin si rrëfim, ndjenja nuk është shoqërore. Është e qartë, është e dukshme, është e parë, është ndjenjë dashurie. Do me thënë, tjetri ka rënë në dashuri me Selin dhe kjo ishte në fillimet e Big Brotherit. Prandaj dhe produksioni e la që Miri të zhytet mirë, e la që Miri do me thënë të fillon të krijon emocione dhe ndjenja, filloi që ta krahason Selinën me vajzën e tij. Tani për të krahasuar ti një femrën me vajzën tënde, me gjën që ti e ke më të shenjtë në jetë, për t'i dhënë asaj vlerën e njeriut më të veçantë tëndit dhe për të uruar që vajza jote të bëhet si Selin, do me thënë ti atë njeri jo që e do, po e do më shumë se veten tënde. Tani, ne dim se çfarë është dashuria, nuk jemi adoleshent, kemi përjetuar, kemi jetuar dhe e dim shumë bukur se kur ato fjalë fliten dhe kur ato fjalë thuhen. Ditën e sotme, në këtë debat që po ndodh me Mateon që vazhdon aktualisht në fakt në shtëpinë e Big Brotherit kundër drejt Mirit, Mateo ja plasi në fytyrë ato fjalë që askush nuk ja thot Mirit për ndjenja që ai ka patur për Selin, të cilat Miri mundohet që ti fshe dhe mos ti tregoj. Mateo i tha një fjalë shumë të bukur që unë e kam thënë gjatë gjithë analizave që kam bërë. Ti tha ke dha një grua të mrekullueshme jashtë, që ty të respekton, që ty të nderon dhe ty është duke të mbrojtur në këtë mes. Do me thënë, çuditërisht, Miri nuk ngrihet asnjëherë në këmbë. Kjo është për t'u befasuar. Dhe në asnjë nga prajmet, Mirit nuk i është kujtuar gruaja e tij dhe të ngritet dhe t'i kërkon një falje për mënyrën se si ai është sjellur brenda shtëpisë dhe për mënyrën se si ai është afruar femrave. Mateo tha, unë uroj edhe jashtë të mos jesh ta ky Miri që merresh me femra, që u shkon femrave në këtë formë, a në anën tjetër je një burr i martuar. Unë mendoj që produksioni luajti jashtëzakonisht bukur me Mirin, u mundua që ta rrëzon në tokë figurën e Mirit, sepse nuk mund të dalin ato pamje, do me thënë nuk mund të dalin ato video dhe unë nuk e kuptoj sinqerisht familjarët si e tolerojnë këtë gjën, sepse çdo ditë më shumë do me thënë fytyra e atij po shkatërrohet, e gjitha ajo karrierë e madhe e Mirit po bie në tokë dhe sot Mateo ja thot shumë bukur që ti thot nuk vedisohesh dhe pyetja që Mateo ja bën Mirit thot e kishe lënë thot gruan tënde për Selinën dhe Miri akoma nuk dije që të arsyetohet. Dhe Miri akoma vazhdon dhe e mbron atë ndjesinë e tij, atë emocionin e tij që ka për Selin. Do me thënë vazhdon akoma në debatet që po bëhen e tregon këtë lloj ndjesie.
Unë mendoj që Miri, sido që të ketë shkuar raporti me Selinën, Miri ka krijuar një lloj pëlqimi për Selinën, i cili nuk është në gjendje që të mbrojë dhe gruan e tij brenda në shtëpi. Po të ishte Rogerti, t'ia thonin këtë fjalën, ma besoni shumë mirë. Rogerti do t'ishte shndruar në një dinosaur dhe do kishte bërë namin, domethënë do kishte përdor këtë histori, saj që do kishte çmend shtëpinë gjithë ditën. Ndërsa Miri e shikoj që kur ja përmendin Selinën është shumë i qetë, shumë okej, nuk e ka problema, i thot tjetri 3 herë e kishte lënë gruan për Selinën, se thot ti ke ndjenja për Selinën. Në qoftë thot se Selinë dhe thot pse pyesi thot Selinën a ka ndjenja për mua, sepse ti dëshiroje që ta marrësh vesh të vërtetën dhe ti të veprosh në lojë të lidhesh me të. Domethënë e shikoj që banorët e prisja në fakt që banorët këtë argumentin, se ky është argument shumë i fortë për banorët brenda, domethënë ato po të dinë ta luajnë këtë argumentin, ato e nxjerrin Mirin nga shtëpia me zarfzi. Por domethënë thjesht Miri nuk dihet në asnjë mënyrë që të arsyetohet, nuk dihet në asnjë mënyrë që të argumenton veten dhe të shpëton nga kjo njollë që i është ngjitur me ndihmë të produksionit, sepse produksioni ja ngjiti këtë njollën Mirit. Në qoftë se produksioni nuk do ta kishte nxjerrë atë videon, nuk do ta transmetonte atë videon, gjërat do të ishin siç ishin, domethënë do të ishte qetësuar situata, sepse më shqiptarët e panë që mes Selinës edhe Mirit u krijua një lloj armiqësie. Por tani kjo gjëja nxori tjetër gjë. Selina tani nuk merret me Mirin, ja dhuron komplet kohën Gimbo sepse e din që Gimbo do del dhe Miri, domethënë mundohet që të përfitojë përsëri vëmendjen e saj. Mateo i pati argumentet sot shumë të forta kundër Mirit në debatin që bëri dhe ja bëri pyetjen të drejtë për drejtë në fakt që askush nuk ja bën këtë pyetje dhe Miri përsëri nuk arriti dot të mbrohet, Miri përsëri nuk diti dot ta mbron bashortën e tij në debatin që po bëheshte, edhe pse Mateo në fakt ja tha troç. I tha ti ta ketha një grua të mrekullueshme që të toleron ty të bësh gjëra të këtilla brenda shtëpisë dhe të merresh me femrat brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë ja tha Mateo në fytyrë. Tani unë mendoj që produksioni për ta qetësuar sa më shumë gjendjen e Mirit, do të kërkon nga Rabea, bashortja e Mirit të jetë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, ndoshta kjo edhe mund ta fuqizon pak Mirin si banor, sepse Miri tani është në këtë nivelin që pret që dikush nga jashtë të vi dhe domethënë të sjell atë emocionin, ndjesinë brenda kësaj shtëpie dhe t'ia dëshmon Mirit me vulës se jashtë është çdo gjë mirë, ti vazhdo dhe ke mbështetjen tonë. Domethënë lufta po bëhet shumë e madhe, dinamikat po bëhen shumë të mëdha brenda shtëpisë dhe tensionet janë rritur jashtëzakonisht shumë. Dua të marr mendimin tuaj për këtë dinamikë që ndodhi.